Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Monitor TV, pikërisht në këto ditë të bukura festive për të ndarë ngjarjet më të fundit. Dhe në fakt Egli dhe Gjesti ka një fluks ngjarjesh që do s'do të marrin fokusin dhe vëmendjen e gjithçkaje. Dua të ndaloj në një veprim që Gjesti bëri ditën e djeshme. Zakonisht në disa vende është simbolik që në ditën e Bajramit të shkohet në vizitë në Përvareza. Dhe siç duket dhe Pavlani e pas ka këtë traditë. Për shembull ne nga Dibra e kemi këtë si traditë. Fillimisht një herë shkojmë në Vareza, vizitojmë të vdekurit, pastaj do të thënë shkojmë në shtëpi dhe nisim festën e Bajramit. Gjesti me patjetër që ka vizituar familjarët e tij, gjyshërit, stërgjyshërit, varet e tyre, por ka përzgjedhur që brenda ditës të bën edhe një veprim shumë fisnik edhe shumë human. Të vizitoj varin e legjendarit Adem Jasharit dhe të familjes së Jasharajve. Gjesti ditën e djeshme ka bërë këtë veprimin dhe unë e kisha me patjetër t'i thurr disa fjalë për të respektuar dhe për të nderuar këtë moment. Në ditën e shenjtë të Kurban Bajramit, kur zemrat e besimtarëve mbushen me falemnderim dhe shpirtat lartësohen në lutje, një gjest i heshtur, por i madh, u bë në prekas. Një djalë i ri, ndoshta me sy të ngopur nga bota moderne, ndoshta me zemrën e ndetë njom nga dritat e kohës së sotme, u ndal para varit të një legjende. Ai qëndroi para gurit të Adem Jasharit, burit që flijoi gjithçka për lirinë tonë. Dhe nuk foli, sepse përpara madhështisë së sakrificës, fjalët janë të vogla dhe heshtja bëhet lutje. Ishte një nderim i thellë që nuk kërkoi kamera, nuk kërkoi duar trokitje, ishte një hap i lehtë në oborin e shtëpisë së prekazit, por një hap i rënd në peshën e historisë. Gjaku i derdhur në atë shtëpi ende flet. Në çdo mur, në çdo derë të shqyer nga plumbat, në çdo cep ku jetuan dhe ranë djemtë të Jasharajve, një e nga një, pa u trembur e pa u thyer. Ky djalë i ri ndoshta nuk e njeh erën e barutit. Nuk i ka dëgjuar britmat e nënave që përqafuan kufomat e fëmijëve. Nuk ka ndjer të ftohtin e maleve ku liria shkruhej me gjak. Por gjesti ka diçka që na duhet të gjithëve. Respektin. Ka në shpirtin e tij një rënjë të gjallë që e lidh me të kaluarën. Dhe ajo rënjë e solli tek varri i Adem Jasharit, te hiri i gjallë i krenarisë kombëtare. Në një kohë kur shumë harojnë, kur zërat e së kaluarës nga njëherë mbyten nga zhurma e kotësisë, ai gjest ishte një këmban e butë që na kujton se kush ishim dhe kush jemi bërë, e kush na bëri. Ai nuk ishte nevojë të ishte as politikan, as ushtar, as historian, mjafton që është një shqiptar, i vetëdijshëm për dhimbjen që solli lirinë, për pushkën që mbrojti pragun, për nënën që e përcolli djalin e saj në përjetësi me lot e krenari. Në atë tokë ku qëndroi mbi dheun që piu gjakun e trimave, që u shëndrua në tempull të lirisë, gjesti përfaqëson një brez të ri, një brez që nuk e përjetoi luftën, por që ka përgjegjësinë ta kujtoj, një brez që e ka për detyrë të mos e lejoj haresën të pushtoj tokën ku mbollën farat e pavarësisë. Sytë e gjestit shihnin gurin, por shpirtin ndjente diçka më shumë. Një ndjesi të rëndë, por të pastër. Një peshë që nuk dhemb, por
të përull. Një heshtje që nuk është bosh, por është përplot me emra, me zëra dhe me histori. Dhe mbi të gjitha, me një emër që s'do të shuhet kur Adem Jashari, komandanta dretar, legjend dhe mëshirimi i një ideali që nuk vdes. Në këtë ditë feste, ky djalë bëri një kurban shpirtëror. Ai sakrifikoi kohën e tij për t'i përkulur kokën të kaluarës. Ai zgjodhi të mos haroj. Dhe në këtë zgjedhje qëndron forca jonë si popull, sepse sa herë që një i ri e nderon të kaluarën, atëherë shpresa për një të ardhme të ndritur rilind. Prekazi nuk është vetëm një vend, është një plag që flet, është një betim që nuk duhet të thyhet, dhe djemtës i ai që e viziton me përullësi, janë shpresë të flamuri që ngriti Adem Jashari do të valvoj gjithmonë, jo vetëm në shtiza, por edhe në zemra. Ai qëndroi pak qaste përballë portës së shtëpisë së Jasharajve, një shtëpi që nuk është më vetëm një banesë, por një altar i gjakut dhe i lavdis. Aty ku dhimbja një familje u kthye në një betejë për një popull, aty ku Adem Jashari nuk pranoi të dorëzohej as kur plumbat grisnin trupat e familjarëve të tij. Dhe djaloshi që kishte ardhur për t'u përkulur gjesti, sikur dëshironte ta ndjente çdo frymëmarrje të fundit të tyre që u flijuan, çdo përshpëritje që shtëpia ruan në heshtjen e saj të përjetshme. Në sytë e tij lexoheshin pyetje pa zë. A do t'isha unë aq i fortë sa këto njerëz? A do t'a jepja unë jetën si që dhanë ato për një ideal? Kjo pyetje nuk kërkon përgjigje me fjalë. Ato kërkojnë përgjigje me vepra, me kujtim dhe me nderim. Dhe pikërisht, ai qëndrimi i tij, ajo përulje në heshtje, ajo dorë vendosur në zemër, ishte një përgjigje më e fuqishme se çdo fjalim, sepse kishte ardhur jo për të parë, por për të ndjerë, jo për të fotografuar, por për të prekur me shpirt. Në këtë ditë Bajrami, ndërsa shumë të rinj haruan rënjët, gjesti zgjodhi të ecë drejt burimit. Zgjodhi të mos shkoj vetëm te tryeza, por edhe te vari. Të mos i falë Zotit vetëm kurbanin e qëngjit, por edhe mirënjohjen për ata që dhanë jetën, që ne sot të kemi paqe. Ishte një gjest që tregoi se jo gjithçka është humbur në këtë kohë shpejtësie dhe harese. Kishte ende të rinj që ndalojnë hapin, përulen, lotojnë, jo nga dhimbja për atë që ndodhi, por nga madhështia e asaj që u bë. Dhe kur u largua nga prekazi, ai nuk mori me vete vetëm kujtimet. Mori një barë të shenjtë. Amanetin për ta kujtuar gjithmonë se liria nuk ishte dhurat. Ajo ishte gjaku i një familje të tërë që nuk u zbraps. Dhe sa herë që një i ri e bart këtë kujtim në shpirt, atëherë Adem Jashari jeton, jo vetëm në libra, jo vetëm në këngë, por në jetën e përditshme, në çdo vendim të drejtë, në çdo qëndrim të guximshëm. Dhe kjo është mënyra më fisnike për të nderuar të kaluarën, duke jetuar me ndërgjegje për të. Ky është gjesti, këto janë veprat e tij.